Nga sfida personale në një mision shoqëror, historia frymëzuese e shqiptare Silvana Strakosha në Greqi. Jo gjithmonë një histori suksesi, matet me arritje profesionale, talent apo këmbgulje. Shpesh ajo merr formë nga sfidat më të vështira personale. Një histori e tillë është ajo e Silvana Strakosha. E lindur në Vlorë, që për vitit 1991 jeton në Greqi, ajo rrit me vlera të forta si përkushtimi, empatia dhe dëshira për ndihmuar të tjerët. Por jeta e saj mori një kthes të fortë, kur u përballë me sfidën e të qenit nën e një fëmije me spektrin e autizmit. Megjithatë, Silvana nuk u ndal vetëm tek sfida personale. Në vitin 2012 u bë pjesë e shoqatës AI Argo, duke nisur një angazhim të palodhur në shërbim të komunitetit, fillimisht si vullnetare, më pas në vitin 2021, në një moment kritik për ekzistencën e shoqatës, ajo mori drejtimin e saj. Në udhëheqjen e saj, aktiviteti i shoqatës u zgjerua. Në vitin 2022 zëri komunitetit të persona me aftësi të kufizuar arriti deri në Parlamentin grek, duke ndikuar në ndryshime konkrete dhe përmirësimin e mbështetjen institucionale. Në një shoqëri ku fëmijët me autizëm shpesh përballen me paragjykime, puna e saj ka ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit dhe ndërtimin e një klime empatike. Jam nën e Kasianës dhe Kostës, por jeta me ta më ka dhënë mundësinë të jem nën për më shumë më tepër fëmijë, është shprehur ajo.